Ne, raporti jonë me Shtetet Bashkuara duhet sqaruar, sepse sot për shembull Vjosa Osmani. Ta bëj një pyetje. Vjosa Osmani për shembull ka bërë të njëjtën gjë. Jo, pra ka vajtur atje. Ka hyrë në Departamentin e Shtetit. Tani, fakti që kryeministri i vendit ishte në atë moment, absolutisht, po. Dhe për mua ngriti një çështje që mua më pëlqen, çështje e gjykimit të krerëve të UÇK-s. Dhe e tha faqe botës, për mua, pavarësisht se kush është Rama, se çfarë do lloj mendimi mund të ketë njeriu. Ishte unë e mua më pëlqeu. Edhe mua më pëlqeu. Pjesa tjetër pasaj është show i panevojshëm, po ajo që foli, pra si u lexua fjalimi, si u dëgjua fjalimi. Rama politikana do bëj edhe show i panevojshëm. Edhe show do bëj, po bëj edhe një shërbim ndaj atdheut. Jo, atë të Kosovës. Mua më pëlqeu ajo. Po edhe politik do bëj ai, ai nuk është as hoxha as prim. Ai fjalimi ishte i domosdoshëm dhe bëri mirë që e shfrytëzoi atë moment, nuk po themi. Po kur ngacmonte Trumpin i thoshte jo kështu prokurorja, si u duk ato? Jo, ai ishte ngacmim, ai ishte ngacmim. Si të duken këto për shembull? Si tha se do ta them këtë se Faiku t'i vjen i nat. Kalonte elefanti dhe karkaleci, i thot karkaleci elefantit në një urë, thot shiko si dridhet ura në këmbët tona. Edhe ai e ke parasysh o Trumpi dha, se ke parasysh sa prokuror këtu tha që nuk s'janë mirë këta. Domethënë këto më pëlqen. Po pra po. Kjo është brillant fare, kupton? Kjo është tamam gjuhë. Ama dridhja e urës ekzistonte. Po jo na këmbët e karkalecit po. Po ishte nga këmbët e elefantit, elefanti ishte Trumpi. Po pra. E po ja tregoj që po lëvizura, valla. Po jo pra, i tha Trumpi. E gritin e mendime. E gritin e mendime. Atë gjë të bukur tani se mbase do më shkrim fare për këtë. Tani po mendoj, po sikur fitoi Sorosi prapë valla. Se mirë, dakor, tani fitoi Trumpi gjithë po i puthin dorë. Po fitoi Sorosi prapë, si do Sorosi. Ka se madhe fare, ka kështu si as se shtron këtë. Se tani e anti-Soros. Sorosi e ka kalu limitin. Po fitoi ai prapë. Kot po them tani si do çfarë do bëj ai? Edi Rama ishte Sorosist më i madh, do të bërë Trump